Përshëndetje të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit, po vazhdojmë me ndeshjen e radhës të Progresit Superligës Bashkimi Raveci 0-29 që po zhvillohet po ashtu në 13 qershori në Tiranë, tashmë për arsye të njohura dim që palestra edhe në Prizren vazhdon të jetë e mbyllur për sportistë dhe edhe mëtej në dispozicion të KQZ-s. Dhe për këtë arsye sot dy ndeshje u zhvilluan në këtë palestër Bashkimi, do të luajnë si vendas, ndërsa shohim edhe pesën startuese të portokallëzinjve me Palokajn, Bellin, Bunjakun, Kazins e Lake. Trajneri Igor Jovovic luan me roster të plotë, në anën tjetër edhe Buja Loci luan me këtë përbërje Pullian, Weeks, Rugova, Omepeg dhe kapiteni Bard Regja. Raveci apo skuadra debutuese në Super League në gjirën e parë shfaqi lojë fantastike kundër Borës në një ndeshje të cilën e kontrolluan plotësisht, patën edhe përsi deri në plus 21 dhe një ndeshje ku gjithë lojtarët e pesës së parë mbyllën me pikë dyshifrore. Në anën tjetër edhe Bashkimi në gjirën e parë pati paraqitje mjaft të mirë. Fillimisht ta ndjekim himnin kombëtar. Pra edhe skuadra e Bashkimit pati paraqitje mjaft të mirë në kuadrën e gjirës së parë, ku përballë pati vllaznimin, gjithsesi skuadra e vllaznimit që nuk i pati të gjithë lojtarët, nuk arriti të e tregon ndoshta më të mirën e tyre atë të cilën do të tregon vllaznimin në vazhdim të kampionatit. Gjithsesi ata u munduan maksimalisht, por nuk arritën të i bëjnë ball Prizrenasve, të cilët arritën fitoren me rezultat 106-60. Gjithçka gati për të startuar ky duel. Pra pas duelit Kupea e mposhti Golden Eagle Yllin, tashmë do të ndjekim duelin e fqinjeve Bashkimi dhe Raveci 0-29, pra ish skuadra e Grep Lendit gjatë kohës sa ishte në ligën e parë, tashmë me emër të ri. Raveci 0-29 luan me sulmin e parë. Shohim lojën 1-1. Wickes i cili nuk arriti të realizon. Në anën tjetër Palokaj tek Bailey që gjuan për 3. Shkurtër gjuajtja e tij, topi në duarte Fisnik Rugovës. Omepeg ish lojtari i skuadrës së Bashkimit, tashmë në radhët e Ravecit. 23 pikë kishte realizuar në duelin e parë ndaj Borës. Omepeg tregoi formë mjaft të mirë, 1-1 lojë me Bunjakun, mbrojtje fenomenale e Valon Bunjakut, nuk i la hapësirën për një shut të lehtë. Në anën tjetër vjen sulmi i Prizrenasve me Bailey që realizon ka faul. Kazins shkakton personale. Ky ishte momenti ndaj Pullian. Omepeg do ta rikthejnë topin në lojë. Pullian. Në njerë dyvishohet, mbrojtja edhe njerë mjaft e fort, gjithsesi tashmë edhe Dikuan Lake me top të vjedhur, por topi ka përfunduar jashtë. Shohim se luftoi Wickes. E shohim në plan të parë Bujar Locin që bashkë me Ravecin rikthehet në
Super League. E udhëhoqi këtë skuadër pikërisht drejt Superligës. Ndërsa në gjirën e parë tregoi lojë mjaft të mirë që tregoi që Raveci nuk do t'jetë skuadër. Vjen me njëherë dyshja e ka shkelur vijën Pullion gjithsesi. Në 2 sekonda sa kishin mbetur Lake deri në fund, Dickwan Lake pa personale nga Wikis. Se shojmë këtu Pullion që e ka shkelur vijën. E 2 lira për Dickwan Lake. Nuk qëllon në tentimin e tij të parë. Te 2-2 mbetet rezultati. Në të dytën është i sakt që skuadra e Bashkimit në këtë ndeshje vjen pas paraqitjes në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup kundër skuadrës njohur kroate Cibonës. Bashkimi pësoj disfat shrinë mbrojtjen e Valjon Bunjakut. Fenomenal gjithsesi, vazhdojnë të mbajnë sulmin. Vreshtarët që qëllojnë pavarësisht momenteve të mira në mbrojtje të Bashkimit, nuk po dorëzohet Raveci, mjaft luftarak. Dojtë në gjysmë distancë, Cousins pa problem realizon për 5-4. Pullion osa bukur aty tek Bardh Rexha, i haruar, mbetet i vetmuar në kosh për të realizuar dhe për ta marrë avantazhin. Cousins, gjysmë distancë, kësaj radhe nuk shënon, paraprakisht e bëri. Umipik. Wikis, nuk ka pik, po vi përfundon duar të Cousins. Bunjaku. Lake, bukur e eviton. Me ngulitje aksionin e përfundon Dickwan Lake. Fenomenal. 7-6 shojmë aksionet e bukura në të dyja anët, nuk ka të rishe për Umipik, por ka personale. Duhet që personale është e Valjon Bunjakut. Umipik asë radhe nuk qëllon nga gjysmë distanca, ato venduar të Cousins. Tashmë merë përgjithsin të minutat e para. Zia Cousins. Bukur tek Jan Palokaj, e nje mirë këtë palestër. Realizon të reshen Jan Palokaj. 10-6. Është më afro 4 minutat e para kanë kaluar të këti ballafaqimi. Nërsa edhe një numër i madh i shikuesve kryesisht nga Prizreni të pranishëm janë këtë ndeshje. Vjen Fisnik Rugova aty. Në rasti i dytë, sa shohim kundër sulmin e Prizrenës dhe pa humbur kohë. Këtë po e kërkon në vazhdimsi trajneri Jovovic. Sa më shpejt dalin para me kundërsul me Prizrenasit. 12-8 rezultati. Rexha bukur tek Wikis, asistimi mirë nga Bardh Rexha. 12-10. Palokaj. Për një tjetër treshe, Jan Palokaj. 2 treshe eksprese. 15-10 është rezultati. Në anën tjetër, Umipik përgjigjet shpejt. Loj mjaft e shpejt.
E me realizime në të dyja anët, po i përgjigjen njëra tjetrës skuadrat. Valon Bunjaku. Kthen tek Bailey, edhe ai realizon 3-3 të skuadrës së Bashkimit. 2 të palokajt e 1 nga Bailey për 18-12. Umipig. Te Umipig. Pa faul nga Rexha. Do ta lë vendin për Visare Jupin. Bunjaku tek Bailey. E mban Valon Bunjaku pronësinë e topit. Jan Palokaj gjuan për 3 edhe një herë. Daljet me personalet, vjen 3 lira për të. Hyri në seri të mirë të tresheve. Sa ky ishte momenti kur Pullian shkakton personale. Do t'ullë Dikwan Lake, TJ Bickerstaff në lojë në vend të tij. Qëllon Palokaj në tentimin e parë. 19-12. Edhe njeri sakt. 8 pikë të Jan Palokajt. E qëllon edhe të tretën i pagabueshëm. 9 pikë nga Jan Palokaj, një asistim e një kërcim deri më tani. Pullian nuk arriti të realizon nga ana e kundërt ashtu si tentoi. TJ Bickerstaff deri në fund nuk qëllon. Rugova e merr top. Ka shkaktuar faul Jan Palokaj, nuk e lejon kundër sulmin. Visare Jupi. Pullian. Bukur ai top tek Rugova. Kthehet Fisnik Rugova për të realizuar 21-14. Bunjaku e gjen depërtimin deri në fund. Valon Bunjaku realizon pikë të para edhe të Bunjaku, tashmë gjithë pesha statuese tek Bashkimi kanë arritur të realizojnë pikë, teksa ka faul. Bailey shkakton faul e zëvendësohet. Do t'ullet Zia Cousins Anderson në lojë. Fakt personale është e Bunjakut dhe jo e Bailey. Pullian e gjen depërtimin, jo edhe realizimin. Bunjaku pasi mi gabuar i tij për Jan Palokajn. Gjithsesi vjedhur i Prizrenasve. Zeqiri me të futur në lojë. Lejson Zeqiri realizon, ndalet edhe me personale. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Lejson Zeqiri, Cousins kthehet, Bunjaku ullet as dy personaleve të tij.
Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë, Lejson Zeqiri, drejtë 25-14. 2 minuta e gjysmë deri në përfundim të çerekut të parë. Umepeg. E Jupi do të gjuan. Shkurtër gjuajta. As Wikis nuk arriti të e përmirëson. Bickerstaff është ai i cili ka luajtur i fundit. Sa një lojtë e Ravicë se shojmë edhe Albin Berishën. Kemi time-out të kërkuar nga Bujar Loci. 2 minuta e 7 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë, lojë kontrolluar nga skuadra e Bashkimit. Cilët tashmë përpas që gjithë pesja startuese kanë arritur të realizojnë pike dhe Lejson Zeqiri që ngrit nga banka rezervë i shtoi 2 pikë të tjera. Dhe 25-14 është kur janë 2 minuta e 7 sekunda, rikthehemi pas time-outit. Umepeg. Pa presionin e Lejson Zeqiri gjithsesi e gjeje në Rrugovën. Ndajet Rrugova. Umepeg në sekundën e fundit të aksionit arrin të realizon Aizia Umepeg. Janë tentimi tjetër për 3 pikë. Cousins nuk është i saktë. Umepeg për një tjetër trishe. Qartët trajneri i skuadrës së Bashkimit Igor Jovovic këtu pas saj trishe të pranuar 25-19 përgjigjet Ravici. Jan Paljoka e realizon. Ka dhe personalin ndaj tij, rëshqitur Paljokaj. Po shkëlqen definitivisht pika e 11 e Jan Paljokajt. I pagabueshëm sonte e qëllan edhe gjuajtjen e lirë 12 pikë. 4-4 nga vija e gjuajtjes së lirë. Ndërsa 2 treshe i qëlloi nga 2 tentime dhe një dyshe teksa vjen debërtimi Albin Berishës, por janë hapat. Ne shojmë edhe njerë 3 hapa i bëri Berisha. Anderson. Paljokaj. Cousins. Deri në fund Aizia Cousins nuk shëllon e merë vetë kërcimin. Do të luan 1-1 me Gjas. Aizia Cousins. Lëvizje fenomenale. Ti shkon deri në fund. Aizia Cousins dhuron spektakël, ndeze dhe atmosferën në palestër. Rrugova për të përgjigjur me 3 pikësh. Fisnik Rrugova realizon treshen. 30-22 Cousins. Njerë Aizia Cousins me topin. Dëgjuan nga gjysmë distanca e bollit i kësaj radhe. Përfundojnë 10 minutat e para. Me të vërtet lojë mjaft e bukur në njërën anë Bashkimi që po shkëputej
e po dhuron spektakël. Në anën tjetër një Rahavec fantastik që nuk po dorëzohet në asnjë moment. Pavarësisht momentumit të mirë të skuadrës së Bashkimit, me njëherë po i përgjigjen prizrenasve. Rikthehemi pas pak me çerikun e dytë. Aiden qa, kom vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin TikTok, ngam tivu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bankë me shku. Ngam tivu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pra 30-22, pas 10 minutave të para, lojë me të vërtet mjaft e bukur në 13 qershori në Tiranë. Një Jan Palokaj me 12 pikë të Bashkimi më i dalluari. E në anën tjetër nga 7 pikë kanë shtuar umi pikë e Fisnik Rugova, Kazëns, Anderson, Zeqiri, Palokaj, gjendë dëbërtimin jo dhe realizimin, Bickerstaff për ta përmirësuar, asaj nuk qëllon. Topi do të vazhdojnë të takojnë skuadrës së Bashkimit, duke që Bardh Rexha ka luajtur i fundit. Sa kemi zëvendësim të dy fisht, Lake dhe Morina në loj. Jan Palokaj do të ullet për të pushuar, fenomenal, thash i pagabueshëm. E në anën tjetër i pagabueshëm tek Rahaveci është edhe Fisnik Rugova, 3-3 nga loja. Kazëns, Morina, Anderson. Kazëns, dëgjuan për 3 pikë, Azia Kazëns. Edhe një tjetër treshe e prizrenasve për të rikthyer ebërsin dy shifrore, 33 me 22. Nuk shkon pasimi i umi pikë. Pullian. Deri në fund nuk arriti të realizon. Topin duar të Zeqirit. Kazëns. Morina. Nuk shkon pasimi i tij. Top i humbur i prizrenasve. Pullian. Vjen tentimi për 3. Ishte Ross ai që tentoi tek rreshtarët, nuk arriti të realizon. Zeqiri, Anderson. Kazëns. Po kërkojnë që të shpërthan mbrojtjen zonale të skuadrës së Rahavecit, e gjendë dëbërtimin nuk qëlloj, por do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Shtat pikë deri më tani të Kazëns, se qëllon edhe të tjetën. Edhe një tjetër mundësi për të njëra e parë që ndodhët në vjen e gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon herën e dytë.
arrin të mban gjithsesi shkurt pronësinë e topit, pasoj në mënyrë të gabuar në anën tjetër. Do pranohen pikët e Pullian. Dhe do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë tentoi të ndalë Anderson më parë me personale. Në gjithsesi e shohim edhe një herë, ishte në hap. Pullian qëllan edhe gjuajtjen e lirë. Bailey në lojë në vend të Cousins, i cili 8 pikë tashmë i ka realizuar, 2 kërcime dhe 3 asistime. Asistimi gabuar i Bailey për Zeqirin, topi humbur. Tjetër topi humbur i Prizrenasve, i 4-ti. Umipeg. Umipeg gjen në vërtimin, nuk arriti të realizon. Anderson dalet, Pullian bukur. Deri në fund Umipeg dhe me njëherë kërkon trajneri i bashkimit timeout. 34-27, momentum i mirë i Rahovecit që e thash edhe më parë, me të vërtit mjaft luftarak, teksa shohim edhe një herë atë lëvizjen fenomenale të Zia Cousins. Fantastik ky ndërtimi i tij. Gjithsesi, pavarësisht momentumeve të mira të Prizrenasve, me njëherë po vjen përgjigjja e Rahovecit, të cilët po e bëjnë mjaft interesant këtë duel. E po besoj që deri në fund do të kemi rivalitet. Është edhe më parë vreshtarët pas paraqitjes në gjiron e parë kanë treguar që nuk do të hyjnë me flamur të bardhë në Super League. Kanë ndërtuar një skuadër mjaft konkurruese dhe këtë po e shohim edhe sonte. E shohim edhe më tej në bank Jan Palokajn, që në 10 minuta i realizoi 12 pikë. E në anën tjetër edhe Rugova vazhdon të jetë i pagabueshëm, 3-3 nga loja me 7 pikë e 4 kërcime. Fisnik Rugova. Anderson. Zeqiri. Anderson. Bailey. Nuk shkon pasimi. 2 pasime të gabuara tashmë nga Bailey. Një tjetër top i humbur i Prizrenasve. 6 topa deri më tani i kanë humbur portokallënjët. Edhe pse kanë avantazhin. Pullian. Pullian, afërti Bailey. Pullian do të gjuan. Nuk realizon, por Wikis e merr top. Gjithsesi, gabim në udhëheqje, mbrojtje e mire, Dikuan Lake nuk i lejoj pikë të lehta në kosh, habitet me këtë vendim Bujar Loci. 34-27. Bailey. Morina. Tin Morina. Nuk arrin që të shkon deri në fund. Topin teksa në anën tjetër Lejsan Zeqiri shkakton faul. Ndaj Rugovës. 34-27, personalja e dytë e Lejsan Zeqirit, teksa Jan Palokaj kthehet në lojë në vend të Altin Morinës.
6 minuta e 47 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. 34-27, tashmë mund ta shkrihen edhe më tepër epërsin. Fisnik Rugova nuk qëllon në tentimin e tij të parë, mbetet në 7. Pikë të realizuara. Era e parë që ka bën sonte, ishte 3-3 nga loja. Nga vija e gjuajtjes së lirë, nuk e qëllon asnjërin nga dy tentimet. Anderson, Zeqiri, Bailey, dëgjuan për 3, nuk është i saktë edhe njerë në vendin e dur, Fisnik Rugova. Pullian nuk ka hapësirë për debërtim. Topi plotësisht në anën tjetër, mbrojtje e mirë, pa Luka e vjedha top, niset në kundërsulm, nuk arriti të realizon, por është aty Lejsan Zeqiri për ta përmirësuar. 36-27. Mbrojtja e mirë i solli pikë të lehta në kundërsulm Prizrenasve e në anën tjetër Wikis përgjigjet 36-29. Anderson. Ka faull në sulmin, ngriti krahun Kian Anderson. Ullet Lejsan Zeqiri në lojë Meritan Ismaili. Umipik dëgjuan për 3. Umipik realizon 36-32, vetëm plus 4 Prizrenasit. Bailey Meritan Ismaili. Edhe njerë Bailey. Ka faull. Rejqa ka shkaktuar do të kemi time-out të kërkuar nga Bujar Loci para se të vazhdojmë. 36-32. Fantastik, vreshtarët që gradualisht po e shkrihejnë avantazhin, edhe pse Bashkimi Patje përsin deri në plus 12. Tashmë është vetëm plus 4, 5 minuta e 17 sekonda deri në përfundim. Rikthehemi pas përfundim të pjesës së parë, rikthehemi pas time-outit. Ka 14 sekunda këtë sulm të skuadrës Bashkimit. Bailey. Anderson. Anderson deri në fund. Anderson e gjen korridorin për të depërtuar. Pikë të para edhe për të. Umipik. Tek Wikis. Rugova. Rejqa, lëvizje mirë e tjek të në topin të Rugova. Ka një treshe, saj radhe nuk është i saktë, po në duart e Kian Anderson që niset shpejt. Bailey. Gabim në hapa nga Bailey.
Isha duke shikuar reagimin e trajnerit Jovovic. I tha gjyqtarit Vitaku si nuk e pan këta dy referët më afër që ishin. Megjithatë, ai që po shkëlqen, po vazhdon, ka përgjigje, 1.15 pik, 38-35. Fantastik, Aizia 1.5 po e udhëheq skuadrën. Lake bukur dy vishohet nga Rugova. Nuk ja lejojnë hapësirën për shkuar deri në fund. Anderson tek Palokaj që realizon. Edhe njëherë Jan Palokaj. Pika e 14 e ti në njërën anë Palokaj, në anën tjetër Umipik. Kjo dyshe po shkëlqen sonte. Umipik, Rugova bukur, Fisnik, Rugova. Fenomenal. Pika e 9 e ti. 20-37. Bailey, Lake. Pak sa nuk e humbin topin Prizrenasit. Bailey arrin disi të e kontrollon ato, shkojnë deri në fund. 22-37. I ka 9 edhe nga Bailey. Julian. Wikis. Bukur deri në fund. Realizon asistimi fenomenal. 22-39. Time out i kërkuar nga banga e Bashkimit. Fantastik vreshtarët. Edhe mëtej në ndjekje të rezultatit nuk i lejojnë shkëputje në Prizrenazë. Falojës fantastike të Aizia Umipik që po luan tashmë me 15 pik. I kthehemi pas time outit. Minuta e 4 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. 22-39. Sa po i shohim statistikat e Jan Palokajt, më i dalluari tek Bashkimi me 14 pik, 15 në anën tjetër ka Umipik. Palokaj tan topin tek Zeqiri. Cousins. Zia Cousins dalet në gjysmë distancë. Nuk qëllon Dikon Lake. Me autoritet, kërseu në solm. Edhe realizan 24-39. Nga 5 të ishte nga Lake. Sa Pullian. Bukur ai top tek Umipik ju kësaj radhe. E blokoj Lake. E kësa topit të takon skuadrës. Do të kërkojnë challenge pa trajneri skuadrës së Bashkimit. Do të kemi rishikim të rastit edhe një herë.
Atëherë pas rishikimit të rastit topi takon skuadrës së Bashkimit. Ujkis është ai që ka prekur i fundit, challenge i suksesshëm e kërkuar nga trajneri Jovovic. Bunjaku. Lake. Paljokaj. Bunjaku. Paljokaj. Nuk shkon pasimi i tij. Eksa Pullian deri në fund nuk arriti të realizojnë, luftojnë për ato Zeqiri e Ujkani. Kujtim Ujkani tashmë në lojë në vend të Fisnik Rrugubës. Omipeg. Rixha deri në fund. Nuk qëllon Ujkani, ka faul nga Lake në kosh. Ndaj kujtim Ujkanit që do t'jetë në vjen e gjuajtje së lirë. Qëllon në tentimin e parë Ujkani, 24 me 20. Saktë në të dytën. Edhe njerë vetëm +3. Cousins. Zeqiri gjuan për 3. Nuk qëllon shëni kërcimin e Valion Bunjakut. Fantastik, bukur. Asiston për Dikuan Lake. Femnal Bunjaku. Pullian. Ka në mësirën. Pullian. Ujkis do të tenton për 3. Nuk qëllon Cousins me i larti në kërcim. Ndaj këndër sulmin Pullian. Kemi zëvendësim. Këtë peci në lojë në vend të Pullian. Paljokaj, topin të Cousins. Po i afrojemi minutës së fundit të pjesës së parë. Zia Cousins, Valion Bunjaku. Bunjaku. Cousins 7 sekunda i ka. Besoj që 1-1 do të shkon. Dalet me personale. Zeqiri. Cousins. Dalet në gjysmë distancë. Edhe njerë është i sakt. 28-21. Një iniciativë e Ligë të Bashkimit. Tashmë e po e presim përgjigjen e Ravesit Eliot. Peci realizon për 3 pikë. E thash do t'je përgjigjet shpejt. Me të futur në lojë, realizon Peci për 3. Cousins, ka jetë kontakt me Omipeg, shkakton faul. Tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë, tashmë në bonus të dyja skuadrat. 16.1 deri në përfundim të pjesës së parë. Qëllon Cousins. Ka 11 e ti, 4 kërcime, 3 asistime. Edhe një herë i sakt, 12 pikë të ti tashmë. 50-24. Omipeg. Shkan me sëllë të zgjatur. Omipeg. Gjendë vërtimin, blokohet nga Cousins.
Mbrojtje e mirë tani më e Isaiah Cousins. 2.2 do t'i ketë Raveci. Umi pik, pasimi gabuar për të. Duket i nervëzuar Loci. 0.3 për. Nuk ka kohë për diçka më tepër. 50-24 pas pjesës së parë. Lojë fenomenale definitivisht në 13 qershori. E pam edhe pse Bashkimi e kontrolloi shumë më mirë çerekun e parë, po e shohim në të dytën Raveci 22-20. Po afroi në vazhdimsi në rezultat, edhe pse Prizrenasit patën ajpërsin deri në plus 12. Gjithsesi, fenomenal vreshtarët që nuk u dorësuan në asnjë çast, po vështojmë që edhe më interesante do të jetë pjesa e dytë e me më shumë rivalitet. Pas 20 minutave të para 14 pikë nga Jan Palokaj e 12 pikë, 4 kërcime, 3 asistime të Isaiah Cousins tek Bashkimi, e në anën tjetër tek Raveci shkëlqeu Isaiah umi pikë me 15 pikë të qëlluara, teksa i shtoi edhe 3 asistime, ndërsa unë ndihmua edhe nga Fisnik Rugova, që sonte me të vërtet po tregon një lojë fantastike me 9 pikë të realizuara e 5 kërcime. Shkojmë pak marketing për të u rikthyer me pjesën e dytë.